Kush po i ndes protestat në Iran, nami po bëhet në Iran, zënja zotrinj, vrasjet pa para. Sot pash një video që nuk e hapim dot, janë nisë ledjo të në kot për qef, por nuk është për dhënë në ekran apo jo. Se atë të bëjnë komplet çato ban direkt, ë. Ishte vrasje të mëshme, ishte kanibalizëm komplet, domethënë. Po vrisi një polic që ishte hipur në makinë private, po duke kështu ishte, ishte shumë e rëndë, ishte e rëndë shumë, prandaj nuk mund të hapim dot. Po qarkullon në rrjet gjithandej. O Kulla, para se të më thuash çfarë po ndodh në Iran dhe kush po i ndes protestat atje, dhe si të përfundoj kjo histori, pak më parë ti më the që ta them diçka për takimin e Mishos pse i kishte hedhur krahun në Ramsit 4 dje në Paris. E diti që në Pallatin Elize. Dikush afër Trumpit i ka thënë Trumpit që ore Shqipëria dhe Greqia nuk kanë firmos kur marrëveshje paqe. Nëse bin dakord, a të vinë ta firmosin marrëveshjen e paqes këtu në shtëpi të Bardh? Marrëveshje paqe apo për kufirin e ke fjalën? Jo, marrëveshje paqe, se ne kemi akoma ligjin e luftës. Po ligjin e luftës, po. Jo, po është bërë marrëveshja, parlamentet. S'është bë, s'ka kaluar. Parlamentet kanë... Tani, dëgjoj çfarë po them, se kam informacion. Në rregull. Dikush shumë afër Trumpit, i ka thënë Trumpit. Ora nëse arrim ta bindim këtë Miçotaqisin dhe këtë të Shqipërisë, për të e kanë bindur domethënë. Nuk i dihet. Me ardhmë me firmos një marrëveshje këtu në shtëpi të Bardhut. Dhe Trumpi direkt që ato pse janë në luftë ata, ka rrezik, mendon që jemi në luftë. Ë? Jo, në luftë jemi zyrtarisht, mbas ligjit të luftës. Qartë. Jo, luftë jemi dhe pratikisht, se po të shikosh ta kamikazët anti-grek këtu janë të tërbuar, valla. Tjetrin e bëri deputet ai. Që eurodeputet, do thosh. Deputet, se kanë për Belerin, jo. Të tjetrin që i binte Belerit, se s'doja përmend emrin. Se ka emër Haleje, e kupton? E bëri deputet valla vetëm për sulmin që i bënte Greqisë. Se lere Beleri ishin individ, po përveç... Që gjatë përqafimin me mitë... Përqafimi që ishte? Mos e merë këshu, se mund... Se ishte në kratë Gjerrit Kushneri. Ishte Kushneri ati. Gjerrit Kushneri, përveç se dhëndër, është edhe negociator shumë jafë. Për këtisa hipoteze që the ti, që mund të jetë, mund të mos jetë, apo jo, se nuk është se është... Nuk është në gjë... Ti di që unë se këpus kur këtë. Mi, po nuk është lajmë zyrtar, kulla. Ti e di që unë e kam të gjutë diku. Pa tjetër. Po edhe ai tipi të ka thënë ty, mund të jetë pak i nxituar. Jo, ai tipi që më ka thënë mua si intereson fare, madje kur e takova para 3 ditësh më thonë. Ore pse në luftë jeni ju me Greqinë? Jo më çfarë lufte thash. A ishte huaj ky? Po. Edhe i thua Trumpi vdes për të marrëveshje. Sigurisht. Po mirë më po. Një marrëveshje më shumë. Nuk beson se Trumpi do të bëjë një Kosovë-Serbi para se të bëj Shqipëri-Greqi? Pa i thotë kemi bërë ne. Edhe ka shku zyrti kryeministri i Kosovës me presidentin e Serbisë, e harrove? Dakord, po nuk u bë faktikisht. Po që si ka ai në mendjen e vetë? Rëndësishme është që ai thotë e bëra, po. Ai është biznesmen, është ai acting, nuk është kështu njëri që pret. Te Irani. Që mos çuditemi kur çofim në gjë kështu, një marrëveshje shpejt me Greqinë edhe që mos u shtëpi të Bardh. Ti që ligji i luftës. Për kufinj, për ligjin e luftës. Unë se besoj se do ndodhi, po çon si ka. Jo, mos u çudit. Mira, ato kujdes kur të përqafon një grek se mund ta kesh mbrapa shumë shpejt. O Kulla, kush po i ndes protestat në Iran? Situata është shumë rëndë në Iran, po vriten njerëz pa fund. Duket në këto momente, ai ka thënë, ky Komenei ka thënë që do... Kamenei, si e ka. Ka thënë që ne nuk do na mundi dot këta, tha, se ne tha do hapim zjarre etj, ka kërcënuar hapur ai. Dhe në këto momente, konflikti është gati të, domethënë është rënd fare. Kjo harta çfarë është tani? Mund ta shpjegojmë pak? Kjo është harta ku ka pasur përplasje. Po pra. Jo, kjo është një hartë tjetër, sepse aty janë... Që është kjo harta e norma? Ku janë në Siri, Ledio, e ngatroj këtë hartën, ishte Siria. Na je pak atë, Ledio, të lutem, na fut pak të lutem... Po përshkrim, po përshte... Ua qa perle me edhe i mesazh, të jesh i fuqishëm nuk është krim, por pushteti po kufizuar është një kurth. Nuk është e thënë këtë Kulla? Fuqi lidhjes. Të jesh i fuqishëm nuk është krim, por pushteti po kufizuar është një kurth. Çfarë perle fuqi lidhje, pyeta. Pra Ramsi është në kurth. Kjo të kopjoj kjo Baxhella formulën, i kanë grekët kargot më të mëdha në botë. Aristoteli Onasi se shpiku këtë në sigurimin e anijeve, i vendoste vete më pas merrte lekë nga sigurimet. Kujtoje pak foton e Miços me Ramsin, çfarë shpjegimi ka Kulla. I tham të gjitha këto. Kjo Onasi e pa parë. Onasi si që i shi ashtu, i shpiku vetë këtë punë e sigurimit Kulla. I vendoste vetë merrte lekët. Është ajo që ti pra, perl. Dgjoj, që mos e ikë koha. Kjo harta tani, këto të kuqet çfarë janë? Qytetet ku ka pas kryengritje, proteste.
ku ka akoma. Po pra që ka akoma. Nami është kulla. Po bëhet nami atje, vlla. Janë Amerikanët mbrapa apo jo? Apo është genuine kjo? Mua nuk më duket shumë e rastishme kjo. Aty ka disa palë duar. Sa më pëlqen kjo disa palë duar, çfarë perle. Ja, kemi dhe imazhe. Është Azerbajxhani. Azerbajxhani? Po, se ka shumë azerë brenda Iranit. Po azerët shqidhje kanë, që interesi kanë tani që? Azerët janë persekutuar dhe shtypur gjithmonë pa ju njojtur drejtat etnike. Ti po më thua, kush janë palët tani Pra ka shumë. në loj, po? Një, azerët një. Azerët janë edhe aleat me Izraelin dhe aleat me Amerikën. Janë kurdët, të cilët ka një aleancë të fortë strategjike me Izraelin. Por janë 3 palë kurdë, ndërkohë që kurdët e Sulejmanijes janë me regjimin e Iran, kurdët e Erbilit janë kundra. Janë një pjesë e shiitëve të cilët janë lidhur me Muqtada al-Sadrin në Irak dhe duan që të përfundoj në një lloj forme vetëm forca e njerëz palë të ajatollave. Shiç bëjë, sa njerëz kamë? Janë këta që kanë marrë pushtetin në Afganistan. Ki parasysh që Afganistani sot është një nga vendet më të forta ushtarakisht, sepse ka trashëguar gjithë armët e NATO-s aty, domethënë. Janë edhe këta të Me tuta, minoritetit sunit në Iran që vinë nga Pakistani që kanë. Pra, thash ka disa palduar sepse pas secilit ishe një aleancë perëndimore. Dhe regjizori kush është? Se Bibi, shoku jon Bibi Netanyahu, para pak ditësh doli publikisht dhe tha të dalin, të protestojnë, të përmbysin regjimin, sepse ne na kanë pranë, na kanë afër, ne i mbështesim. Tani ka një problem. Tani, është Mossadi, ja është. Po dalim Mossadi, ti nuk e... Janë agjensitë amerikane, jashtëmitë e fshetë amerikane, kush janë që po e... Këta kur janë gjithë bashkë. Por, në qoftë se ti do shohësh, këtu ke një PSYOPS të jashtëzakonshëm. PSYOPS e thamër, sa i mafia është. PSYOPS për ata që nuk e dinë është operacion psikologjik. Jepi kulla. I ndërtuar me nëpërmjet reputacionit. Që do thotë? Që do thotë, ndërtimi i lajmeve, pasqyrimi i lajmeve dhe shpërndarja e lajmeve. Kjo u bën në luftën e Kosovës. Para luftës Kosovës. Para bombardimit. Në kohën e inteligjencës artificiale, kjo na tregon që ka një mendje mbrapa. Dhe janë më të mirët në botë. Pra, është shumë e ngjashme edhe kur plasin në Siri. Por kjo nuk tregon realitetin e brendshëm, sepse realiteti i brendshëm është që nëse do ketë një aleancë fort mes ushtrisë, ajatollave edhe gardës republikane, gardës revolucionare, që quajnë ata, atëherë do të jetë shumë e vështirë që të ketë një përmbysje të pushtetit. Por nëse ushtria, e cila gjithmonë ka pas probleme me gardën, se garda ka marrë gjithmonë më shumë. Këtu mos gatrojmë me këta këtu, që janë tek jo tek... S'ka lidhje me këta të... Ta s'kan lidhje. Jo, Maminas, nuk ka lidhje. Këta me kë janë në këtë rast? Ta janë vete. Nuk ka lidhje me palët, fare? S'kan lidhje me palët, ta kanë organizat në vete tjerë. Pra, në qoftë se vinë kushtet që si rridhoj protestave të brendshme, përplasen ushtria pra e merr në kontroll dhe i tregon vendin gardës, ndërkohë që garda është po aq e fuqishme sa ushtria, atëherë mund të kemi një ndryshim të regjimit. Si, ti thua një rëplasje ushtrisë me gardën? Po. Me gardën kombëtare? Gardën revolucionare. Revolucionare, pse janë dy entitetet ndara? Janë dy entitetet. Po mi nuk i binden ajatollave këta të dy? Po, i binden ajatollahut, janë bindur ajatollahu deri tani, po në rast se ndizet protesta e turmës dhe ushtria bëhet me turmën, atëherë mund të kemi një ndryshim të regjimit nëpërmjet ushtrisë. Po mos mendo dhe mos shpreso se do të ketë ndryshim demokratik dhe është kaq e thjeshtë. Jo, atë nuk po e pretendon njëri. Se çfarë? E diti që Irani është i vetmi vend që në gjithë atë rajon që 500 vitet e fundit nuk ka ndryshuar kur kufit? Kur? Prandaj është e qartë që ka një PSYOPS shumë të rëndësishëm, ka një luftë shumë të madhe publike edhe në terren, ka para të hedhura se këto gjëra duan dhe para. Ndërkohë që është e qartë që regjimi po vuan ditë vështira për shkak të ekonomisë, edhe për shkak të embargove po, edhe për shkak se realisht krerët e regjimit janë plakur gjithmonë e më shumë. Por ky është vetëm fillimi dhe për mendimin tim nuk duhet çuditemi që në një ditë bukur na ndodhi ajo si në Venezuelë që ushtria ta marrë në dorë situatën edhe
Cila ushtri? Ushtria, jo garda revolucionare. Ushtria e Iranit. Në Venezuelë shkoj Trumpi pra që mori situatën në dorë. Po pra Trumpi nuk shkoj. Në dorë e ka ministri mbrojtjes dhe zëvendës presidentja. Po të venë Amerikanët dhe atje thotit hynë Amerikanët. Nuk do të Amerikanët në Iran. Të thash, nëse gjendemi, thash, në kushtet që ndodh një kruaj shteti dhe ta marrë ushtria, ndodh ndryshimi. Në këtë rast Amerikanët, çfarë kanë në dorë? Më thuaj, skema 1, skema 2, skema 3. Amerikanët kanë dorë. Plani A, plani B, plani C. Ka ndonjë plan? Amerikanët në Iran. Amerikanët kanë dorë që të krijojnë një koalicion pak më të gjerë, po të vendosur që të rrezojnë regjimin dhe të heqin Ayatollah Khamenei nga... Dhe kjo intereson sigurisht para zgjidhjeve izraelitëve apo? Sigurisht. Tani këtë, me ç'më mënyra mund ta bëjnë? Mund ta Se bëjnë me ndërhyrje direkte nuk e bëjnë dot. edhe me ndërhyrje direkte. Si duke bombarduar? Po pse jo, e kanë bërë. Që e kanë bërë tani kohët e fundit. E bën vjet, Mund ta bëjnë prapë thua ti. sigurisht. Po ç'patin që Se ka një justifikim ndërkombëtar. Regjimi po vret qytetarët e lirë, pra Ata tha Trumpi pra, nëse do vritën një herë sa do ndryrim. që duhet të japi justifikimin ama. Dhe në këtë histori, për të pasur justifikimin, sa jopsi është një gjë e domosdoshme. Pra duhet që atje vërtet të vriten. Duhet që atje vërtet ketë një luftë civile, si në Siri. Po ama duhet kuptojmë që nga fillimi i luftës civile në Siri deri në përfundimin vjet, kaluan gjithsej 14 vjet. Pra mund të kemi një luftë afatgjatë. Po në Iran nuk është herë e parë kjo, ka pas dhe protesta tjerë përpara, që janë shtypur me dhunë. Prandaj po them unë që nëse në një moment caktuar krijohen kushtet që ushtria e merr dorë situatën dhe vendos të rrezojë regjimin fetar, atëherë mund të kemi një ndryshim të situatës, por një gjë ta kesh parasysh. Nuk është se po doli Bibi Netanyahu dhe tha rrezoni regjimin iranianët janë me Bibi Netanyahu. Në atë moment dalja e Bibit realisht ndihmon Ayatollahun sepse e justifikon qëndrimin e tij në pushtet se thotë shikon thotë. Mesazh. Kush do të na rrezojë? Mesazh, vrasja e majorit Mahmoud Hagigat, një oficer policie iraniane, në Irashar, më duke se isha i pamë se sot bashkë në video, ishe video të mërshme ajo. Provinca Sistan dhe Baluchistan. Baluchistani, kanë ndodhur... Është afër Pakistanit, një nga ata faktorët që të thashëm. Ka ndodhur në agimin e së mërkurës, pra sot mëngjes, në 7 janar 2026. Grupi terrorist Jaish al-Zulm, i njohur gjithashtu si Jaish al-Adl, ose Adi, nuk e di si e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin dhe ka publikuar videon e xhiruar. Garda revolucionare, thot ky personazh që dërgon mesazh, thot është me forcë e ushtria, mbaj në këmbë regjimin dhe ka në dorë të gjithë ekonominë. Është e vërtet kjo kulla? Kjo është shumë e vërtet. Ndaj tashun, nëse ushtria bëhet bashkë me popullin kundër gardës, atëherë ka ndryshim të regjimit. E dikush është kjo organizata terroriste? Po? E Baluchistanit. Dikush janë krerët e kësaj? Jo. Ta janë niprit e atij kuvajtianit që u arrestua dhe u dënua me burg të përjetshëm për rrëzimin e kullave binjake. Si ja fut kot. Drejt për drejt. E kuvajtianit? Po, sepse ai ka pas Ishin disa ata në fakt. Sheikh Khalid Muhamet ishte kreu i operacionit, dhe ata e niprat e tij, dy krerët. Po ç'ndodhi me atë? Ç'ndodhi me atë kulla? Ai është në burg në Amerikë. E kapën ato? Po. E kapën e gjykuan atje. Ai që organizoi. Po ata mendojnë që ai ka organizuar dhe ishte në fakt një nga njerëzit më të afërt të të këtij Bin Ladenit. Po këta bandat pa para kulla apo jo? Ata kontrollojnë territor pafund. Po ki parasysh që nga mbrapa atyre qëndron ISI, shërbimi sekret pakistanez, ushtarak. ISI? Po, që është një nga shërbimet më të forta të botës. Shërbimi që strehonte Bin Ladenit. Janë perlat gjitha këto.